Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që jeni pranë valeve të radios Kosova Lir dhe ju që na ndjekni nëpërmjet internetit. Bashkë takohemi me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar, i cili transmetohet çdo të martë në 94.2 FM. Sonte është me neve në studio Driton Morina, studius i religioneve dhe profesor në Fakultetin e Studimeve Islame këtu në Prishtinë. Selam aleikum dhe mirë se keni ardhur. Aleikum selam, mirë se jeni. Faleminderit për ftesën. Mysafiri on sonte do të ligjëroj temën qëndrimi në kohë fitne apo islamofobia. Pas përfundimit të kësaj ligjërate, ju mirëpresim në 038 249237 që në mënyrë direkte t'i drejtoni pyetjet për hoxhën që kemi në studio. Pastaj mund të na shkruani edhe nëpërmjet internetit në adresën elektronike te@njohimtevërtetën@hotmail.com, si dhe mund t'i drejtoni pyetjet e juaja edhe nëpërmjet SMS-it në 044 156 Ne bashkë e dëgjojmë bashkë mysafirin, pastaj ju mirëpresim juve, hoxhë nderuar. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë dhe madhrojmë Allahun Azza wa Jall. Qojmë salatë dhe selame dhe përshëndetje të përzemërta dhe të ngrohta mbi Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët dhe muslimanet që ndjekon rrugën dhe udhëzimin e Allahut deri në ditën e gjykimit. Pas falënderimit që bëjmë Allahut fuqiplot, falenderojmë edhe masën e gjerë, respektivisht besimtarët, dëgjuesit kudo që janë dhe na ndjekun, e në veçanti ata të cilët gjenden edhe jashtë vendit tonë, të cilët megjithatë përkundër sprovave dhe telasheve që kanë në vendet e huaja, nuk po i ndahen vendit tonë, pra të dashur Kosovës së vogël, në mënyrë që spaku të jenë rrjedhat me ngjarjet këtu në këtë vend, dhe respektivisht të jenë rrjedhat të me ngjarjet e Islamit, pasi që Islami kudo që jemi është i njëjtë dhe se ai do të na ndjek gjithmonë, përderisa zemrat e besimtarëve janë të mbushura me iman. Sonte kemi zgjedhur një temë paksa më ndryshe se të herave tjera dhe besoj në mirëkuptimin e të gjithëve që na dëgjojnë, pra do të flasim për qëndrimin e kohën e fitneve, respektivisht islamofobia. Do të mundohemi që brenda fitneve që do të përmendim në vijim të shpjegojmë edhe njërin prej fitneve të kohës bashkëkohore, e që padyshim është islamofobia, për cilën do të mund të dëgjojmë në disa pika në vazhdim. Para se gjithash, duhet të bëj me dije të gjithëve që na dëgjojnë se neve nuk jemi musliman që prej dje, por në këto troje gjendemi me qindra mira, ndoshta edhe vite, sepse rrethanat e para në bazë të historisë së religioneve që unë kam prekur pak a shumë këtë fushë, në Ballkan celulat e para të depërtimit të Islamit ekzistojnë rreth mesit të shekullit të 10. Respektivisht në troje shqiptare, pikat të ndryshme, domethënë pikat e rëndësishme, dua të them, sikurse portët detare të Durrësit e të ngjashme kanë qenë pikat të cilat janë frekuentuar nga ana e muslimanëve, qysh kur Sicilia ishte në dorën e muslimanëve, do të thotë kur atëherë një pjesë e madhe e Spanjës, por një pjesë e Italisë sotme në veçantë ishujt e Sicilisë, ishin emiratet e muslimanëve, pra në udhëheqjen e muslimanëve. Kështu që depërtimet tregtare në njërin anë, lëvizjet dhe dyndjet e popujve në anën tjetër, bën që Islami të ketë rrënje të thella historike në këto troje. Ndaj këtu nuk jemi rishtazi, por këtu jemi për një kohë shumë të gjatë. Megjithatë, historia është val, e cila përsëritet. Brenda historisë njerëzore gjithmonë ka pas probleme, ka pas prova, ka pas telashe. Neve nuk duhet harruar fjalën e Allahut Azza wa Jall në surën Al-Imran, ajetin 120, Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar Allahut, keni dro Allahun me një druajtje të vërtetë dhe mos lejoni të vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu në surën Mulk Allahu fuqiplot na e përshkruan jetën e kësaj bote, mënyrën e jetesës këtë botë dhe thotë: "Huwallazi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën në mënyrë që t'ju sprovojë juve se cili prej jush po bën punë dhe vepra më të mira. Qëllimi i ardhjes në këtë botë nuk është të mashtrohemi pas kësaj bote. Qëllimi i ardhjes në këtë botë nuk është të shikojmë vetëm interesat tona personale, por qëllimi i ardhjes në këtë botë është që të garojmë për të bërë punë të mira, në të mirë të njerëzve, në të mirë të vetvetes, në të mirë të familjes, në të mirë të shoqërisë, në të mirë të rrethit ku jetojmë, dhe kështu duke shpërndarë të mirën, do të arrijmë të jetojmë një jetë të mirë e të lumtur në këtë botë dhe do të fitojmë kënaqësinë e Allahut fuqiplot për të fituar, për të garantuar jetën e përtejme pranë ahiret. Inshallah Allahu na bën të mundër që të futemi në xhennet. Por duke pas parasysh se jeta nuk është gjithmonë bardhë, por brenda të bardhës ka edhe të zezë, problemet na duken të ndryshme dhe shfaqen fitnë të ndryshme në kohrat e ndryshme. Muhamedi alayhis salatu wassalam, i dërguar i Zotit, i cili ishte i dërguar për mbar njerëzimin për të gjitha kohrat,
ai na kishte treguar, na ka treguar neve se në kohë të ndryshme, në periudha të ndryshme të historisë, muslimanët do të ballafaqohen me probleme të ndryshme dhe do të shfaqen gjëra të ndryshme. Kështu që në shumë prej haditheve që flasin për fitnet, pra domethënë për sprovat, për belat që do t'i ndodhin domethënë njerëzve gjatë periudhave të ndryshme të historisë, Muhamedi alayhis salatu wasalam mes tjerë është njërin prej tyre, po zgjedhem nga se hadithet janë të shumta. Pejgamberi alayhis salatu wasalam po atë tërheq vërejtjen. Po i paralajmëron shokët e tij para se të ndahet prej tyre, para se të kalojë nga jeta e kësaj bote për në botën e mshushme. Dhe po ju thet atyre me një gjuhë, domethënë në gjuhën e tij, në gjuhën arabe, pra të cilën e fliste Muhamedi alayhis salam dhe që është gjuha e Kuranit. Këtu të mos na përzihet, neve nuk po thrasim në arabizme, nga se arabet përbëjnë vetëm 20% të muslimanëve të botës. Duhet ta dinë veçanti muslimanët e nderuar se nëse në botë sot ka afro 1 miliard e 600 milion musliman, vetëm 200 milion, 280 milion ose 300 milion janë arab. 20% e muslimanëve të botës. Vetëm Indonezia në vetë si shtet ka më shumë banor musliman se sa krejt arabët. Ndaj ata që pretendojnë se ne po thrasim në arabizma e kanë shumë gabim. Nga se të drejtën e islamit e ka secili njeri në botë, sikur se ka të drejtën e feve tjera, që natyrisht fetë tjera kanë lindjen në lindje të mesme kanë përjardhin, por sot ato janë më shumë perëndimore se sa lindore. Dhe Islami dita ditës po ecën në këtë drejtim. Sido që të jetë, mos dalën nga tema, Muhamedi alayhis salatu wasalam po i paralajmëron shokët e vet para se të ndahet dhe po i thotë: "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira." Për Zotin, ata që do të jetojnë për jush më vonë, ata që do të kenë ymër, do të kenë jetë dhe do të jetojnë më gjatë se unë, se Muhamedi alayhis salam kohën e tij, thotë do të shohin turbullira, do të shohin kundërshtime, do të shohin ndryshime, do të shohin diskutime dhe gjëra të ndryshme në këtë botë. Ndaj o musliman, mbahuni për sunetin tim. Kapuni për mësimeve të Muhamedit alayhis salam, mësimeve të përkryera të Islamit, të cilat praktikisht i kishte shpjeguar Muhamedi alayhis salam. Ai nuk foli vetëm teori, ai gjithë jetën e vet ja kushtoi se si t'u mësoj njerëzve të mirën praktikisht. Unë, thot Muhamedi alayhis salam, jam i dërguar mësues për mbar njerëzimin. Ai ishte mësuesi praktik, që çdo thënie që thoshte në teori, ai mundohej me domos ta praktikonte i pari, ashtu që njerëzit ta shihnin realisht me sytë e tyre se si është të jetosh praktikisht si musliman. Prandaj u atërheqi vërejtjen shokëve të vet para se të ndahej, keni kujdes, se nëse keni jetë, nëse Zoti u ka dhënë jetë dhe do të jetoni më gjatë, do të shihni ndryshime, kundërshti, turbulenca të ndryshme. Ndaj mbahuni fort për sunetin tim, pra për mësimeve të Muhamedit alayhis salam dhe mësimeve, traditave të khalifëve të drejtë, udhësve të drejtë, pra pas Muhamedit alayhis salam, që ishin 4 siç njihet në histori, dhe madje Muhamedi alayhis salam, edhe pse akoma ishte koha kur këta s'kishin dalë këta khalif, jetonin domos bashku me Muhamedit alayhis salam, s'kishin dalë akoma si udhëheqës në popull, por megjithatë Muhamedi alayhis salatu wasalam u tha: mbahuni për sunetin tim, për mësimeve të mia dhe mësimeve praktikave të udhëheqësve të drejtë, dhe kapuni për këtyre mësimeve, shtrëngohuni me dhëmball. Mbajni këto mësime me dhëmball. Sikur do të na thot Muhamedi alayhis salatu wasalam se po që se ne nuk i përmbahemi këtyre mësimeve, do ta kemi vështirë të rezistojmë fitneve, problemeve, turbulencave dhe të lasheve njerëzore që do të lindin me kalimin e periudhave të ndryshme kohore dhe historisë. Sepse secili vend, secila periudhë historike, secili rajon gjeografik i ka probleme dhe turbulencat e tyre, e fatkeqësia më e madhe ndodh kur këto probleme dhe turbulenca vijnë nga vetë ne, dhe ne pastaj nuk dim se si të merremi me to. Për këtë arsye Muhamedi alayhis salatu wasalam i paralajmëroi shokët e vet se si të gjenden në situata të turbulencave dhe mendoj se edhe për neve vlen e njëjta çështje, e njëjta gjë, neve duhet të qëndrojmë besnik praktikave të Muhamedit alayhis salatu wasalam në kohë të valvitjeve, të turbulencave, të problemeve, nga cila do anë, nga kush do qoftë që vinë ato. Madje, hadithin që do të përmendim në vijem, që ka transmetuar Ahmedi në Musnedin e tina dhe El Hakim në Mustadrak, pejgamberi alayhis salatu wasalam thuaj se ka jetuar me ne në këtë kohë. Dhe ky hadith transmetohet nga Abu Huraira kur pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë se ta'ti 'ala an-nasi sanawatun khidaat. Njerëzve do t'ju vinë disa vite mashtruese. Njerëzit do të kalojnë
musliman përgjithësi, po njerëzit në përgjithësi, jo vetëm musliman. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmend njerëzit, jo vetëm musliman si musliman, po njerëzit përgjithësi, do të kalojnë në periudha të viteve të mashtruese, viteve të rrënjshme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po thotë, i besohet atij që nuk ka besë. I besohet në ato kohë, në ato vite, në ato periudha të historisë. I besohet atij që nuk ka besë, atij që s'është besnik, ndërsa akuzohet për tradhti, akuzohet për jo besnikëri ai i cili është besnik dhe lojal. Domethënë ndodhe kundërta për shkak të turbulencave, për shkak të fitneve, për shkak të problemeve që bëhen dhe njerëzit hutohen, nuk dinë se cila është e vërteta dhe e pavërteta, atëherë ndodh shumë shpesh që të pabesit t'i besohet dhe të përgënjeshtrohet besniku i sinqerti dhe ai i cili është lojal, qoftë ndaj fesë, qoftë ndaj dinit, qoftë ndaj vatanit, qoftë ndaj vendit, qoftë ndaj shoqërisë. Ndodh në situatat të turbulencave, në situatat të fitneve, njeriu mundohet për të mirë dhe njerëzit ja marrin për të keq. Njeriu del dhe haptas mundohet t'i këshillojë të tjerët e marrin si kundërvajtje ose e marrin domethënë si një lloj fyrje, një kundërshtim ose të ngjashme. Do të thotë, i besohet atij që nuk meriton t'i besohet dhe akuzohet për pabesi, për mosbesi ai i cili është i pafajshëm për këtë çështje dhe është domethënë besnik veten e tij. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam të t'i besohet, i thuhet se mirë e ka rënacaku dhe përgënjeshtrohet, thuhet se po gënjen ai i cili nuk është rënacak, ai i cili është i sinqert. Pra rënacaku t'i besohet, të sinqertit i thuhet se po gënjen dhe nuk i besohet atij. Dhe më çështit ja besojnë atij i cili nuk është besnik dhe domethënë akuzojnë për tradhti atë i cili është besnik. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam më në fund thotë wa yantiqu fiha ar-ruwaybida. Dhe në këtë kohë do të dalin, do të shfaqen në opinion e të flasin njerëzit jo kompetent. Dhe shokët po çuditën me këtë ngjarje, shokët e Muhamedit alayhis salam. Neve po flasim tani për 1400 vite mbrapa këto thënie që janë thënë në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, por të cilat zbresin në realitetin e gjendjeve aktuale anë kënd botës, jo vetëm vendin tonë. Anë kënd botës po ndodhin turbulira, po ndodhin domethënë turbulenca dhe nuk po dihet se kush e ka mirë, në fakt po dihet, por nuk po i besohet atij që e ka mirë dhe nuk po dihet ose po i thuhet të keqës e mirë. Dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam këtë çështje na e shpjegoi para 1400 viteve duke u treguar më të shokëve të vet. Dhe kur ju tha se do të flasin Ruwaybida, shokët u çuditën. Nuk e kishin dëgjuar më herët këtë shprehje që realisht nëse përkthejmë shqip merr kuptimin e njerëzve jo kompetent. Dhe pyetën ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, kush janë këta njerëz? Kush janë këta njerëzit jo kompetent të cilat ti po i quhen? Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, Ruwaybida janë disa njerëz, pra jo kompetent janë njerëz të cilët nuk kanë kurfar vlere, kurfar statutin në shoqëri, kurfar përgatitje profesionale, nuk janë të përgatitur dhe flasin në çështjet madhore të popullit. Janë njerëz të cilët nuk kanë përgatitje, nuk kanë status shoqëror që njihen për intelektual, njihen për profesor, njihen për hoxh, për haxhi, për njerëz të respektuar në shoqëri. Jo, nuk janë të atill. Nuk kanë ndonjë statut respekti në shoqëri, nuk kanë ndonjë bazë, ndonjë origjinë familjare që mund të themi se ka qenë i dijshëm ose është i dijshëm për shkak se ka një kulturë dhe traditë, por dalin kështu ad hoc, dalin shumë shpejt në sipërfaqe dhe ata nuk e kanë idenë për çka flasin, por megjithatë flasin për çështje madhore, flasin për çështjet e interesit publik. Pejgamberi alayhis salam bile ka thënë, "Yatakallam fi amri al-'am", flet në çështjet e interesit publik. Njerëz jo kompetent që flasin për çështjet e interesit publik, për të cilat duhet të flasin njerëzit kompetent, njerëzit që kanë status, nderi dhe respektin shoqëri, njerëzit që kanë përgatitje profesionale dhe shkollim për çështje të caktuar e kështu me radhë. Dhe në këtë kohë të fitneve, kur të paraqiten këta njerëz, pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka tërheq vërejtjen që të dimë se si të pozicionohemi, të dimë se si të gjendemi. Dhe në këto situata pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka urdhëruar që neve të kapemi forcë, siç përmendëm më herët, të shtrëngohemi mirë, të mbahemi me dhëmball për mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe mësimeve praktike të Muhamedit alayhis salatu wassalam, në mënyrë që mos ta devijojmë rrugën, në mënyrë që mos të bëhemi krah i së keqes, në mënyrë që të dimë se çfarë po veprojmë dhe cili është interesi i vërtet i popullit, i shoqërisë, i jetës, i vendit, i familjes ku jetojmë ne.
sepse vërtet interesat publike nuk janë çkado. Interesat publike nuk janë interesat e dikujt përtejën që dëshiron të mbjell, por interesat publike janë interesat e atij populli, asaj shtrese, asaj kategorie të njerëzve që jetojnë në një vend caktuar, në një kohë caktuar, dhe ata e shohin se udhës për të mirët e tyre janë këto dhe i definojnë interesat e tyre. Dhe interesi personal asnjëherë sipas fesë son nuk gëzon të vihet mbi interesin e përgjithshëm publik ose shoqëror. Duke nisur nga kjo çfarë shpjeguam, nuk ka dyshim se një prej fitneve të mëdha të kohës bashkëkohore në mbar botën, jo vetëm vendin ton, është edhe islamofobia. Islamofobia është një term anglez që përbëhet prej dy fjalëve: islamo ose islam, që është feja islame, dhe fobia, që do të thotë frikë, që do të thotë të frigohesh, të kesh frikë. Por kur bashkërenditen këto dy fjalë dhe marrin një emër të vetëm, islamofobia përbëhet si një fjalë vetme, si një tokë fjalësh, atëherë kjo nënkupton sipas Haddad Yvonne Yazbek, një studiues i madh në Universitetin e Oxfordit, thotë islamofobia është paragjykim kundër, urrëtie ndaj ose frikë jo racionale e pa arsyeshme ndaj muslimanëve. Është edhe një herë paragjykim kundër, pra është paragjykim kundër muslimanëve, është urrëtie ndaj muslimanëve dhe frikë e pa arsyeshme, jo racionale, pa baza, pa fakte nga muslimanët. Kështu e ka definuar Haddad Yvonne Yazbek, pra një studiues i madh e Universitetit të Oxfordit, e ka definuar islamofobin, e cila si term për herë të parë, si terminologji, nuk është e hershme, nuk është, domethënë, nuk ka ekzistuar në shekujt e kaluar, është pikërisht e këtij shekulli, respektivisht është e shekullit kaluar 20, domethënë, sepse kjo për herë të parë është në fund të shekullit kaluar 1997, për herë të parë Runnymede Trust është një think tank, si i thonë gjuhën angleze, pra është një institut i mendimit, i cili për herë të parë domethënë ka shfaqur këtë term, me qenë se është marrë me analizimin e shoqërisë angleze. Ka filluar ta studiojë shoqërinë, publikun, vendin e vet në Angli, me popull të ndryshëm, të racave të ndryshme, të kulturave të ndryshme, të religioneve të ndryshme. Londra në veçanti është me të vërtet multietnike. Ata që jetojnë atje e dinë më mirë se unë dhe që na ndjekun dhe mund na përshkruajnë më mirë se si është gjendja atje. Prandaj, duke e studiuar ose duke parë gjendjen praktike në Angli, domethënë ky institut i mendimit, ky institut i hulumtimit del dhe përshkruan këtë term, pra islamofobin, që ndryshe përshkruan si urrëtie e islamit, një frikë dhe mos pëlqim i të gjithë muslimanëve. Pra nuk është çështja tash vetëm ky ose ai tjetri, sikur që të ne disa po mundohen, ky është i kësaj kategorie, ky është i këtij grupi, ky është i këtij sekti. Jo. Islamofobia përfshin të gjithë muslimanët. Jo këtë ose atë, ky që ka ardhur prej këtij vendi dhe ai prej atij vendi, fundit të gjithë jemi të këtij vendi. Neve nuk kemi mbir këtu, nuk kemi pikë me parashut në vendin tonë në Kosovë, por neve jemi shqiptarë dhe kosovarë me origjinë, me babgjysh, stërgjysh, e kështu me radhë, njerëz asnjë të huaj nuk e kemi këtu. Kuptimin e muslimanëve, por gjithë muslimanët i kemi vendor dhe lokal. Prandaj domethënë, islamofobia si terminologji u paraqet në vitin 1997, e cila domethënë se bashku me ksenofobin, frikën nga të huajt, fjala ksenofobi do të frikën nga të huajt, dhe antisemitizmi, pra urrëtia ndaj çifutëve që ka qenë 2 shekuj mbrapa, se bashku të trijat se bashku tashme janë diskutuar dhe janë konsideruar si forme jo tolerancës në forumin ndërkombëtar të Stockholmit, domethënë i cili është mbajtur në vitin 2004 për të përballë me jo tolerancën. Islamofobia, një fitnë e kohës bashkëkohore që ka rritë edhe tek ne në Kosovë tashme. Të kesh frikë pa arsye nga muslimanët, të kesh frikë jo racionale, pa mbështetje, pa fakte nga muslimanët dhe thuar se këta janë kështu, këta po pretendojnë kështu, këta po dojnë me bë kështu e kështu me radhë. Domethënë kjo është islamofobia. Dhe për këtë arsye domethënë edhe shoqëritë perëndimore, Anglia dhe Gjermania në radhë të parë, por edhe Holanda deri diku me Danimarkën, janë përballë domethënë që tek populli është mbjell një urrëtie ndaj muslimanëve dhe një urrëtie ndaj të huajve pa të drejtë. Ani pse ligjet e vendit nuk thonë se duhet të ketë diskriminim. Dhe pastaj islamofobia është manifestuar, është shfaq me diskriminim punësim, me diskriminim në të drejtën e qasjes së shkollimit, me diskriminim në të drejtën e daljes me veshjen publik, me diskriminime të ndryshme të cilat kanë përfunduar me raste fatale, me raste shumë të këqija, të cilat do t'i përmendim në gjatë ligjëratës. Por
Në këtë forum, në këtë konferencë pranë vitin 2004 në Stockholm, është konsideruar edhe islamofobia, krahas ksenofobisë, frikës nga të huaj dhe krahas antisemitizmit, urrejtjes ndaj çifutëve, edhe islamofobia, pra urrejtja ose frika e parësyeshme prej muslimanëve, është konsideruar si një formë e jo tolerancës e cila duhet luftuar. Duhet gjetur metoda të reja bashkohore në mesin e këtyre shteteve të Evropës që të bëjnë zgjidhje si ta zbusin ose si ta vetëdijsojnë popullin e tyre, shoqërinë e tyre, publikun e tyre se nuk ka nevojë të friksohemi nga muslimanët. Muslimanët asgjë të keqe nuk kanë bërë, nëse kanë bërë individ të caktuar, ata janë individ, dhe se si individ të tjere që nuk janë musliman janë shumë ma shumë numër që kanë bërë krime se sa muslimanët. Dhe për këtë arsye nuk ka nevojë, nuk është e arsyeshme të frigohemi nga muslimanët dhe të shfaqim islamofobin, përderisa nuk kemi ndonjë arsye, nuk kemi ndonjë fakt. Dhe në këtë forum kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara në vitin 2004, akoma ka qenë Kofi Annan, pastaj përfaqësues nga Bashkimi Evropian, përfaqësues nga Këshilli i Evropës, si dhe përfaqësues të ndryshëm nga OSCE, pra e cila është organizatë për siguri dhe bashkëpunim të Evropës. Të gjithë këta përfaqësues të këtyre organizatave më të mëdha evropiane morën pjesë në këtë forum në Stockholm për të definuar se nuk guxon të kihet jo tolerancë dhe urrejtje dhe frikë e parësyeshme për muslimanët ose nga muslimanët në shoqëritë perëndimore. Dhe nga aspekti studimeve, studiuesit e ndryshëm, qofte probleme dhe fenomeneve, por edhe sociologjisë, nga njëherë islamofobin e definojnë edhe fusin brenda racizmit. Dhe thonë ky është një racizëm vete, nga se racizëm është të urrësh një njeriu ose një person ose një komunitet, një bashkësi mbi baza racore, të zit, të verdhet, perëndimorët, jugoret, koreanët, tashmë ka dalë edhe kjo, domethënë arabët, por edhe muslimanët. Nuk është më rëndësia është arab apo është arab, që të jetë musliman, ai futet në mesin e atyre që urrejhet në perëndim. Dhe si e tillë, domethënë, shtetet perëndimore kanë marrë masa, kanë ngritur fonde milionëshe për të edukuar popujt e tyre se kjo nuk guxon të ndodhë. Kjo nuk bën të ndodhë, sepse njerëzit e kanë të drejtën e tyre të jetesës dhe se njerëzit janë të barabartë dhe të pafajshëm para ligjit, përderisa të sillen fakte dhe të argumentohet se ai ose ky ose ajo dhe kjo tjetra është kriminal ose ka bërë diçka kundër ligjit. Njerëzit nuk guxojnë të paragjykohen, nuk guxojnë të flasim në përgjithësi se këta janë kështu e ata janë kështu dhe në fund duar bash me duar në xhepa, asgjë mos kemi në xhep dhe asnjë fakt tjetër. Nga viti 2000 islamofobia në shumicën e rasteve është atribuar, kjo është shumë e rëndësishme tashmë, është atribuar, pra ju është thënë se shkaktari kryesor i rritjes së islamofobisë në Evropë janë komentatorët e medjave që i kanë bërë komente mbi 11 shtatorin. Mënyrën se si e kanë komentuar ata dhe kanë mbjell urrëtie në shpirtrat e njerëzve ndaj një komuniteti të caktuar, pa verifikuar dhe pa sjell fakte të mjaftueshme se kush në realitet qëndron brapa asaj, atëherë domon duke përgjithësuar komplet muslimanët, duke përgjithësuar komplet një pjesë të botës, domethënë komentatorët me llafe dhe gjuhët e tyre të gjata, pa u kujdesur apo ndoshta të kujdesur me qëllime të caktuara dhe prapavia, janë ata të cilët bartin përgjegjësinë për përhapjen e islamofobisë në Evropë. Sepse për shkak të fjalëve të atilla ndikuese që ata kanë bërë për një çështje të caktuar, komentet të ndryshme që kanë dhënë kanë shkaktuar effect size, efekte anësore dhe populli ka filluar të urrejë komplet një pjesë të madhe të botës, 1/4 e botës janë musliman. Dhe nëse ne fillojmë të urrejmë 1/4 e botës, vërtet nuk i kemi çështje të mirë, nuk i kemi punë të mirë, nga se nuk mund të ballafaqohemi me 1/4 e botës dhe nuk mund të ketë faj 1/4 e botës për një krim ose 10 krime ose 100 krime që ka mund të bërë dikush. Krimet janë individ përgjithës për ato ose grupet nëse janë grupe, por jo edhe shoqëritë komplet edhe jo pjesë të mëdha të botës siç po mundohet të bëhet. Ndaj padyshim, kjo është fitnë. Kjo është turbulencë, kjo është turbullir, këtu po zihet tani e vërteta dhe e pavërteta. Dhe këtu i besohet jo besnikut dhe akuzohet për tradhti ai i cili realisht është i sinqert. Ai i cili realisht po thotë, "Ej, kjo nuk ka ndodhur dhe kjo nuk është kështu e vërtet, leje se ti po i mbron ata ose këta." Kështu trajtohen shoqërinë tonë. Dhe rënjët dhe bazat e islamofobisë e kemi parë kohëve të fundit se sa fort dhe sa ashpër janë shfaqur në shoqërinë tonë kosovare, për fat keq. Dhe të frigohesh nga muslimanët në Kosovë do të thotë të frigohesh nga vetvetja. Ktu është akoma më keq,
sepse të frigohesh nga muslimanët në Kosovë, të paragjykosh për muslimanët në Kosovë, do të thotë të paragjykosh për vetveten. Do të thotë të japësh sinjal të huaj, tjetër huaj dhe të thuash ja kush jemi ne çenkemi të rrezikshëm. Dhe kjo nuk ekziston me asnjë të dhënë, sepse raportet e State Departamentit flasin për një Kosovë multietnike të qetë mbi baza fetare që nuk ka probleme. Përkundrazi, nga raporti i State Departamentit janë autoritetet ato të cilat këshillohen që mos të përdorin politika diskriminuese dhe jo të favorshme ndaj një pjesë të madhe të popullatës për të ushtruar të drejtën e tyre të besimit, sikur që është çështja me mbulesën Shamin, sikur që është çështja me manifestimin e së drejtës e fesë publik e kështu me radhë. Raporti i State Departamentit këshillon autoritetet vendore që ata të kenë kujdes në politikbërjen se si t'i bëjnë politikat më të favorshme dhe më demokratike për një pjesë të madhe të popullatës kur janë pyetje të drejtat dhe liritë fetare të cilat janë garantuar me ligj. Dhe çka sjell islamofobia? Pikrisht për arsye për shkaqe të islamofobisë dhe urrëties, paragjykimit pa të drejtë, jo racional ndaj tjetrit, vetëm pse duket ndryshe, vetëm pse beson ndryshe, ishte pikrisht edhe rasti më i tmerrshëm që ndodhi me Nick Korrek 2009 në dhomën e gjykatës së lartë në Gjermani, kur Marwa El-Sharbini, e cila ishte një muslimane mbuluar me shami, nën e disa fëmijëve u godit 18 herë me thik në dhomën e gjyqit. Përderisa ajo ishte në procesin gjyqësor për shkak të një urrëtie të madhe dhe mlefi të madh që posedonte një kriminal i caktuar në shoqëri, sepse ajo dëshironte në gjyq përmes formave më legale të mundshme, format më të mundshme ligjore, ku don më shumë se gjykata, më shumë se gjyqja, ka ndonjë autoritet më i lartë ligjor, më i mirë ligjor, që të mbrosh të drejtat tua. Dhe ajo deshi të ankohej për shkak se në një park publik, derisa ajo kishte vendosur fëmijët e saj, ishte atakuar, ishte sulmuar nga një njeri me baza raciste dhe islamofobiste, i cili kishte fyer pse ky ishte veshur në atë mënyrë, dhe i kishte thënë që ky është vendi juaj. Dhe ajo ka thënë që kjo është, hey, this is a public space. Kjo është hapësirë publike, këtu të gjithë njerëzit kanë qasje të barabartë, pavarësisht jem musliman, jo musliman, mashkull, femër, me ose pa mbulesë, në parkun e fëmijëve të gjithë qytetarët e vendit janë të barabartë, dhe unë jam qytetar i këtij vendit. Dhe kur ajo e ngriti këtë çështje në gjykat, personi në fjalë shkoi në gjykat dhe goditi atë 18 herë me thik. Imagjinoni, brenda dhomës gjykatës. Kjo është rezultat i islamofobisë, dhe kur të flitet për incidentet e islamofobisë në Gjermani, gjithherë në radhë të parë zën vendin në korriku i vitit 2009, domethënë me të ndjerën muslimane Marwa El-Sharbini. E njëjta ngjarje, por pak më ndryshe, me konsekuenca dhe rrethana të tjera politike, ishte edhe rasti i Anders Breivik në vitin 2011 në Norvegji, i cili duke u friguar, duke paragjykim, urrëtie pa bazë, urrëtie pa mbështetje, urrëtie pa fakte, islamofobi. Kënse sipas tij Norvegjia po islamizohet. Ju ka dhënë shumë të drejta qeveria norvegjeze muslimanëve dhe ajo shumë shpejt do të bëhet vend musliman. Për këtë arsye ai për t'ju kundërvir politikave dhe politikbërësve të shtetit zgjodhi metodën me të vrasht për të vrarë 76 qytetar të ri dhe të reja të vendit norvegjisë, përfshirë dhe një kosovare. Ai zgjodhi këtë mënyrë të krimit dhe askush në botë nuk tha se ja shif në terroristin e këtij religioni që sipërkis të islamit. Madje më e keqja e kësaj është se akoma pa u zbuluar mirë në 2-3 ditë e para këto mediat sikurse tonat, llafin e parë që kanë thënë këtë drejtim, kanë thënë që një grup i terroristëve musliman janë ata që qëndrojnë mbas këtij akti. Dhe kur del pastaj Anders Breivik edhe thotë, hey, unë kam bërë këtë dhe kam bërë në emër të religionit tim, atëherë heshtet tërë bota dhe thonë që hey, ky është një rast që duhet trajtuar pak më ndryshe. A e shihni urrëtia ndaj njerëzve se ku sjell? Dhe a e shihni rolin negativ që e kanë ato që quajnë veten edukuese të shoqërisë, mediat? Janë pikrisht ato të cilat po na sillen neve para akteve të kryera, kur ato din ta bëjnë mizën bull pa qenë dhe ta fshehin bullin komplet. Në situatat më të rënda të përballës së këtij vendi, me problemet më të mëdha, kur atakohet, kur sulmohet pikrisht zemra e çlirimtarëve të këtij vendi, heshtet kjo çështje dhe ngritet një çështje krejtësisht tjetër dhe bëhet një islamofobi dhe bëhen debate të lloj-llojshme të nduar-ndurshme, lëshohen njerëzit duke folë, domethënë nganjëherë dhe musliman duke shëmtuar, ajo që hiç nuk u ka hije, dhe kështu fillon urrëtia në mesin e popullit dhe njerëzit valviten dhe ndahen në grupe pro dhe kontra pa asgjë. Pa pasur asnjë fakt, vetëm bazë të paragjykimeve,
vetëm bazë të atyre që ata i quajnë fakte të marruara, i kanë ndërtuar vetë në mënyrë që të provokojnë masën. Deri kur do të vazhdohet kështu? Dhe si duhet gjendemi? Neve duhet gjendemi ato që na tha Muhamedi alayhis salatu wassalam. Do të përjetoni një kohë kur i besohet rrënacakut dhe përgënjeshtrohet besniku dhe i besohet tradhtarit dhe besniku dhe lojali ndaj vendit akuzohet për tradhti. Do të vijë kjo kohë, ndaj kur ballafaqoni me këto probleme, Hudhaife, Allahu qoftë i kënaqur me të, pa të pyet, o i dërguari i Zotit, nëse mu më nxen kjo situatë, ç'a të bëj unë? Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, bashkoju grupit xhamatit, bashkoju njerëzve të mirë, rri me njerëzit e mirë, bëu tub me ta, dhe rri me liderin me prisin e mirë të tyre, dhe atëherë ai pyeti prap, po nëse nuk i gjoj këta, ç'a të bëj? Atëherë tha, shko mbyllun shtëpinë tënde dhe mos dil me bëu rrejtje dhe me shkaktu të llovin mesin e njerëzve. Shko dhe mbyllun shtëpinë tënde dhe mos bën tallavi, mos shkakto turbulanca, mos ja shto dozën turbulanca në shoqëri, se pastaj njerëzit irritohen. Dhe fatkeqësia më e madhe është sot se jo të gjithë njerëzit, apo më mirë them, analfabetizmi këtë vend po mduket, nëse i kam statistika e sakta, po arrin rreth 18%. Sa janë gjendi ky 18% ti kuptoj media tona sot? Dhe a ka menduar dikush për side effects, për efektet negative anësore që mund shkaktojnë i gjithë kjo turbulencë ndaj këtyre njerëzve që nuk janë të edukuar sa duhet. Ata nuk janë gjendje të kuptojnë problemet, dashpërsitë dhe dolloveret e interesave të njerëzve që zihen në këtë vend. Ndaj ata mund të reagojnë shumë keq, mund të shkaktojë edhe turbulenca sikurse në vendet e tjera që po i shohim për rreth se mund shkaktohen. Dhe pastaj na skalon situata dhe çfarë kemi bërë? I kemi shkaktuar të lashe vetvetes dhe kemi sjell veten në sprov, në bela, pa kurfar arsye, pa kurfar nevoje. Prandaj mu për këtë arsye duhet të marrim shembull tash në këtë rast nga qeveritë e vendeve perëndimore si e kanë menaxhuar çështjen e islamofobisë. Për shembull, Australia në billboardat e saj, billboardat janë këto plakatat e mëdha që po vendosen me tuli femra lakuriçe nëpër Prishtinë, nëpër Kosovë komplet. Në Australi në billboard vendosen fjalët e Muhamedit alayhis salatu wassalam, njëra prej tyre thotë: "Me i dashuri tek on është ai njeri që mes së shumti ja shohin hajrin të tjerët. Kontribuesi më i madh ndaj shoqërisë është më i dashuri tek Allahu dhe pejgamberi alayhis salam." Dhe këtë thënie të Muhamedit alayhis salam nuk turprohen, përkundrazi krenohen autoritetet e Australisë për ta vendosur në plakat në qytet, në billboarda, për të reklamuar se ja ky është Islami i vërtet. Kështu ka thënë profeti i Islamit. Njeriu që mes së shumtit të tjerët ja shohin hajrin është njeriu më i dashur te Allahu dhe te pejgamberi alayhis salam. Njëjtën çështje ka bërë edhe Vienna Islam Federation, pra Federata Muslimane e Vienës, ka vendosur 185 billboarda reklamues në për të gjithë qytetin e Vienës, duke vendosur thënjet e Muhamedit alayhis salatu wassalam, duke treguar se ky është Islami jonë i vërtet. I shembulli mirë, i shembulli afërt, në vend se autoritetet tona të merren me këtë, dhe edhe ne si musliman, si shoqëri civile nga ana tjetër, në vend se ne të merrem si ti edukojmë njerëzit, ne po merrem si ti irritojmë ata. Dhe të njëjtën çështje po e bën edhe Gjermania, pasi që në Gjermani, pra siç përmendëm më herët, ka akoma probleme të mëdha të islamofobisë dhe kjo po vjen në porritet si problem. Për ta zbutur këtë, Ministria e Ambientit të Gjermanisë ka vendosur edhe plakatën e njohur, nëse ka mirë leximin e gjermanisht, Dein Lächeln ein Wohltat, që do të thotë buzëqeshja është sadaka ose bamirësi. Dhe autori në fund është profeti Muhammed. Profeti Muhammed alayhis salatu wassalam, pra në për Gjermani kohëve të fundit, në janar të këtij viti, në janar të vitit 2013, Ministria e Ambientit të Gjermanisë vendosi plakata nëpër qytet me thënien Dein Lächeln ein Wohltat. Pra, një buzëqeshje ose buzëqeshja është sadaka, pikërisht që ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, kur ju ankuan të varfrit se të pasurit po bëjnë punë mira dhe ata po futen në xhenet para nesh, pejgamberi alayhis salatu wassalam tha çdo vepër e mirë ka sevapin e vet, madje edhe një buzëqeshje që pret me të mirë dhe i buzëqesh njeriu tjetër, e në veçanti muslimanët, edhe ajo është bamirësi sadaka. Ndaj gjermanët duke kuptuar këto thënie të thella filozofike dhe edukuese, u mundun të edukojnë popullin e vet përmes mësuesit të njerëzimit. Muhamedi alayhis salatu wassalam, duke i përdorur thëniet e tij në billboarda, në plakata nëpër qytet, në rrugë të ndryshme të Gjermanisë, sheh me shkronja të mëdha reklamimin për këtë thënie që do të thotë se buzëqeshja është sadaka. Deri kur do të vazhdojmë ne ta injorojmë vetveten? Deri kur ne do të vazhdojmë ta paragjykojmë vetveten tonë? Deri kur pa të drejtë do të kemi frikë nga vetvetja dhe do të mundohemi të dalim para të tjerëve ata që jemi?
të tjerët, ndërkombëtarët, nëse kemi frikën e tyre, kanë qindra mira institutet të hulumtimit dhe shërbimet e veta që dinë dhe njohin këtë vend shumë më mirë se ne. Dhe për këtë arsye domethënë neve nuk kemi nevojë të paraqitim çfarë si jemi, vetëm se kemi nevojë të kulturojmë, ta kultivojmë kulturën tonë dhe shpirtin tonë dhe të themi se neve jemi në realitet ta që jemi. Feja jonë na mëson të bëjmë vetëm mirë, sepse më i miri prej nesh te Allahu është ai i cili është më i devotshëm, me vepër mirë dhe më i dashuri tek pejgamberi ynë është ai njeriu që më së shumti ja shohin hajrin të tjerët. Dhe është Allahu Azza wa Jall që njerëzit tonë të vëdësohen, gjaqet të ulen dhe tensionet të ulen dhe se njerëzit tonë ta kuptojnë se nuk mund të shkojmë kundër vetvetes nga se kjo është hyrje ndaj vetvetes dhe se nuk kemi nevojë ta paragjykojmë askë e më së paku kemi nevojë ta paragjykojmë vetveten dhe në këtë mënyrë inshallah përmes edukimit më të mirë, përmes të kuptuarit të drejtë të Islamit, përmes të inkorporuarit të traditës son, qindra veçare që kemi pasur, atëherë do të arrijmë të gjejmë rrugën e lumturisë në këtë botë dhe të fitojmë kënaqësinë e Allahut në botën tjetër. Allahu Azza wa Jalla na bashkoft gjithëve, neve dhe juve, të gjithë dëgjuesve, të gjithë vëllezërve, të gjithë motrave kudo që janë, në të mirë inshallah në këtë botë dhe Allahu na bashkoft gjithëve në xhenet. Ju falenderoj për vëmendjen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit shumë hoxhë nderuar, ndërkohë të nderuar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë për të rikthyer më pas në studio ku ju mirpresim në 038 249 237. Ju qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues dhe do të vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit. Tashmë ju mirpresim në 038 249 237 ku mund të drejtoni direkt pyetjet për mysafirin që kemi në studio, është hoxha Driton Morina. Gjithashtu vazhdoni të na shkruani edhe nëpërmjet SMS-it në 044 156614 dhe nëpërmjet internetit në adresën elektronike te@njohimtevërtetën@hotmail.com. Ka arritur një pyetje nga një dëgjuese e cila po ju përshëndet hoxhin nderuar dhe thot si mund të ruhemi ne nga sprovat pikrisht atëherë kur dalim nga shtëpitë tona, cila është mënyra më e mirë që të ruhemi nga fitnet apo sprovat të ndryshme. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allah i ruaj të gjithëve inshallah. Falenderojmë dëgjuesen e cila na ka kontaktuar. Natyrisht fitnet janë të ndryshme, domethënë sprovat janë të ndryshme, turbullirat janë të ndryshme dhe varësisht domethënë prej shkallës së turbullirës atëherë domethënë edhe kujdesi duhet të jetë më i shtuar. Nëse marrim një shembull me komunikacionin, atëherë shohim se kur komunikacioni nuk është sa komedi sa i ngarkuar, njeriu gjithëherë duhet të jetë i kujdesshëm në komunikacion, por jo natyrisht të jetë me të njëjtën shkallë të kujdesit sikur kur komunikacioni është duke rrjedhë në rrjedhën normale të tij si trafik, sikur kur është i ster ngarkuar dhe ka probleme domethënë të mos funksionimit të gjërave në komunikacion. Në këtë mënyrë domethënë ky shembull tipik do të ishte i njëjtë edhe për shoqërinë, kur domethënë kur ka turbulenca të mëdha dhe nuk dihet se kush çfarë po ndodh, me çfarë situatash po ecën, atëherë domethënë mënyra më e mirë e qëndrimit që vetëm edhe përmendëm gjatë ligjëratës është të qëndrohet, të mos dilet. Veçanërisht tash për femrat të cilat natyrisht të tjerët mund na thonë se ne po mundohemi ta marginalizojmë nga shoqëria, por megjithatë neve nuk e kemi këtë qëllim, por kemi për qëllim që femra mund të manipulohet nganjëherë me lehtë dhe se dëmet e saj do të jenë shumë më të mëdha se sa dëmet e një mashkulli. Dhe për këtë arsye domethënë preferohet shumë që të mos dilet në këto situata të caktuara kur domethënë turbulencat janë të shumë anshme dhe nuk dihet se çfarë po ndodh. Ndërsa nga këndvështrimi fetar, natyrisht Muhamedi alayhis salam gjithmonë na ka këshilluar që ne vetë të kthehemi Kuranit, që të kthehemi dhikrit për kujtimin e Allahut fuqiplot, të kthehemi domethënë të shtojmë vlerën e imanit ton, pastaj mbështetjen në Allahun sa më shumë, të bëjmë lutje dhe të lutemi që Allahu na mbrojë nga sprovat dhe sherrat dhe në këtë mënyrë inshallah i kalojmë të gjitha krizat e cilat na përcjellin gjatë jetës që jetojmë në këtë botë. Më sa duket e kemi dëgjuesin e parë në linjën direkte, do të provojmë të marrim atë. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. Çfarë desh me bëni pyetje hoxhës? Po. Në këtë kohë, dhjetë që parashit që të më hapë imametiu, po të kish mujtë me qenë e normalshme, si bas jush, që të formohet një parlament i presidentëve të shteteve të botës, në mënyrë që të koordinohet këtë janë e këtë tokë. Selam aleikum, rahmetullah. Pjesën e fundit nuk e dëgjova. Pjesën krejt fundit të bëhet një parlament i presidentëve të botës në mënyrë që pritjen e mediut, por në mënyrë që të shtjellohen problemet të mështoj kuptova. E qartë. Shqipë vëllai nderuar, falenderoj më njëherë pyetjen, po më telefonuesin. Natyrisht paralajmërimet, respektivisht shenjat e ardhes së Imam Mehdiut në tokë janë të shumta në hadithet e pejgamberit alayhis salatu vesselam, edhe pse nuk ka diçka decisive ose konkrete për kohën se kur do të paraqitet.
secili njeri ka interpretimet në mënyrën se si e kupton këtë çështje. Unë nuk e kam hulumtuar hollësisht, të jemi sinqert me juve, nuk e kam hulumtuar thellësisht ose hollësisht në ngjarje se si do të vinë, si do të plasojnë njëra pas tjetrës derisa të paraqitet Imam Mehdiu në tokë. Por sido që të jetë, pavarësisht se paraqitet ose nuk paraqitet, unë besoj që Imam Mehdiu nuk paraqitet në tokë përderisa njerëzit nuk janë të gatshëm për pritjen e tij. Situata aktuale në vend, në pjesë të ndryshme të botës rajonale dhe botës muslimane, nuk na jep përmendimin tim, është komentim vetëm i imi, nuk na jep sinjale të qarta se neve jemi të përgatitur dhe kemi vullnetin për të rregulluar çështjet dhe për të bërë reforma pozitive në vend dhe në tokë. Për këtë arsye, domethënë, faktori njeriu shumë i rëndësishëm, nga se Allahu fuqiplot e ka lënë njeriu me këmbës në tokë, që ti e kryej domethënë obligimet të cilat Allahu ja ka caktuar atij, të sjell paqe dhe të ndalë gjakderdhjet, dhunën dhe problemet. Ky është misioni i njerëzve në tokë, veçanërisht atyre që prinë. Dhe ata që prinë sot, a janë të gatshëm të përballen me Imam Mehdiun dhe të lënë të gjitha krimet dhe të kthehen në rrugë të mbarë? Këtë pyetje bëja vetes dhe pastaj më tregoj se vërtet është koha që ai të vijë apo nuk është koha që të vijë. Do thotë në këtë kontekst, gjithashtu hadithet të cilat kanë ardhur se domethënë muslimanët do të jenë të përgatitur dhe se domethënë ai do të zbret te minarja e bardhë në Damas, ku njerëzit do ta presin në çfarë forme janë të përgatitur për namaz, dhe kur ai zbret ata i thonë domethënë që ai të prit dhe ai nuk prin sepse dëshiron domethënë dëshiron të jetë domosdoshmë mesin e masës e kështu me radhë. Sido që të jetë, për mos më hyrë domethënë këto tematika që thash edhe një herë nuk i kam hulumtuar në hollësi. Nuk e di se çfarë keni për qëllim që të mbledhen presidentët e botës dhe të caktohen domethënë të flitet për çështje të ndryshme në botë. Presidentët e botës janë organizata të shumta ka në botë, të cilat flasin domethënë për të drejtat ndërkombëtare, për rregullimin e marrëdhënieve në këtë botë, për rregullimin e marrëdhënieve globale, çështjeve ekonomike kështu me radhë. Problemi është se sa ne jemi të gatshëm si musliman që të marrim pjesë dhe të argumentojmë pjesën tonë. Sa neve jemi të përgatitur, sa neve kemi burime njerëzore, human resources, njerëz të duhur, njerëz të përgatitur që dalin dhe i mbrojnë interesat tona në këto organizata të ndryshme mbarëbotore, të cilat janë, ka mjaft organizata, ka mjaft konferenca, ka mjaft, por fatkeqësia është që neve shfrytëzojmë fondet për shëtitje dhe dalje të tjera, veçanërisht në Kosovë tash po flasim, dhe as pak nuk merremi me çështjen e hulumtimit, me çështjen domethënë e prezantimit të vendit tonë në vende të ndryshme të botës, me çështjen e prezantimit të çështjeve që na interesojnë, qofshin ato ekonomike, qofshin ato të paqes, qofshin ato dhe të religionit, qofshin ato dhe shumë gjëra tjera të cilat na mundojnë këtë shoqëri. Askush nuk merret që të dalë dhe të mësojë nga përvojat e të tjerëve, sepse shtetet e tjera janë më të hershme, janë më të lashta, kanë më shumë vjetërsi se ne, dhe do e mos ato gjatë historisë, gjatë rrjedhjes së tyre të historisë janë ballafaquar me probleme, nëse jo të njëjta, të ngjashme me ato që kemi ne. Prandaj neve mund të mësojmë shumë nga përvojat që i kanë pasur ata njerëz dhe të mësojmë se si kanë tejkaluar këto kriza. Kështu që organizata të ndryshme ka, madje është edhe organizata konferencës islamike, domethënë që përfshin shtetet islame, respektive shtetet islame, nuk kemi për qëllim islame në kuptimin që gjithkund do punojnë sipas sistemit islam, por ato që shumicën e popullatës e kanë muslimane. Sigur që referohemi për pjesën tjetër bota perëndimore krishtere, jo pse ata punojnë me Bibël, po pse shumica e popullatës të atyre vendeve janë krishterë, sepse shumica absolute e vendeve perëndimore që njihen si perëndimore dhe krishtere, shumica e tyre absolutisht mos them domon krejt, nuk punojnë me Bibël, me përjashtim Vatikanit, i cili është domon si lije shenjtë. Shtetet e tjera kanë kushtetuta sigurisht edhe ne. Por megjithatë ato konsiderohen krishterë për shkak të shumicës së banorëve krishterë të atyre vendeve, sikurse edhe ne konsiderohemi vend musliman për shkak të kësaj. Dhe kështu na trajtojnë të huajt kur flasin për Kosovën, për Shqipërinë, për trojet shqiptare, thonë domosdoshmë shumica dominuese është pjesa e besimit islam, respektivisht muslimanët janë shumicë si popullat. Dhe praktikantët domosdoshmë konsiderohemi si vend musliman. Sa herë për shembull kemi marrë ne pjesë në konferencën islamike, është një pikpyetje që njerëzit kompetent duhen ta japin përgjigjen. Unë nuk e di këtë çështje, por po e shtroj si pyetje me qenë se u ndërlidh domethënë kjo çështje. Organizata të ndryshme thash edhe një herë ka, sa neve po e luajmë rolin ton, kjo po shifet, kemi një pasivizëm të përgjithshëm fatkeqësisht dhe kemi një jo unitet të përgjithshëm fatkeqësisht, na duhet shumë më shumë të jemi me bashkë, shumë më shumë të mendojmë mbar, të mendojmë përpara, të mendojmë të shohim të ardhmen, nga se ardhmja e këtij vendit varet prej gjeneratave që ne ndërtojmë. Njerëzit janë ata që e sjellin botën dhe jo kundërta. Dhe nëse ne domethënë kemi resurset, ne kemi burimet, njerëzit e përgatitur, do e mos se do të kemi më shumë hajër dhe mbarësi në vendin tonë. Dashur Allahu Azza wa Jall që të përmirësohen çështjet në të gjitha anët dhe të njerëzit të interesohen më shumë për përmirësimin e vendit, vlerave dhe punëve të tyre. Sa duket e kemi dëgjuesin në radhë, alo.
Assalamu alaikum. Aleikum selam, urdhrane. Përshëndetje për vllain e nderuar për hoxhën. Deshta më avodi sa pyetën se ka mundsi. Po, patjetër, urdhra. Vllai i nderuar. A është kja prishevet kiametit që më na bëhet gjithë kësojmë neve muslimanëve. Amen kom vetëm ti në Kosovën e pas luftës. Në Kosovën që dhe në varfëria ka kop me të madhe po dorojnë njerëzit për bukë. E këta deputet që i kemi zgjellë na vetë, i kemi qua që me mbrojt popullin, e me puncu popullin, e këta ju në shku për zgjellin hoxhollar, cili po ka bën, cili po flet për islamin, e pengojnë vehabistat e terroristat, e nuk piksyrin në vetën e vetë, që çka janë të bënë qeveri me këtë popull, që e mëtën popull, e shkatrun këtë popull, që nuk kam pak mëshirë ndaj këtij popullit, që ka vujt në gjatë luftës, e para luftë, e mas luftë është vujt ende. Unë vetë deshta se kam shumë emocione që shumë varfëri e madhe nuk të liftojnë krimin e vetë atje në parlament ata hojna, por shkojnë e liftojnë hoxhollarët, shkojnë angutë si neve që Allahu ka zbrit rahmet, i ka drejtu rinien, i ka drejtu pleq, i ka drejtu tonëve, alhamdulillah, me ardhjen e këtive hoxhollarëve, ka preparu rinia jonë, alhamdulillah për Allahut, hoxhollarët na kanë prun këtë din ku jemi. Sot unë e vesh një ngjarje të vërtet duhet ta dut temën, me të din krejt bota dhe Kosovën të dëgjon. Unë i vetëm jam ai person me të shinkon këshilla të hoxhollarëve ku pas me bëhet vrasje për shkak fukur Allahu këtë temë. Allah i trujt. Unë kum pas, jam shku, jam trajnu në për psikologë, në Prishtinë kam emër në emën tana ont. Mu kanë ngushtu puna, një fëmijë kum pas shumë smutë, më kanë ndru jetë. Allahu e pasun xhenet i vjetë gjysë, për shkak fukur Allahu ka mërë protestë u jetu në përshpia me çerat prishta, me njerë mas lufte, edhe që është ka u me e keqe, ku mërë kanopë një më shku më furë. Edhe ma ka dhonë Allah azza wa jalla mendime ku më pyet një hoqë, ku më thonë vlla, po du me bëhet vrasje, se më ka arfuni, po du me dek pa buk djalin smut. Më ka thonë nëse ban këtë zgjidhje, e veç e ke shkatru jetën ma shumë se s'ke po zgjidhet. Padyshim. Po, ki e frika Allahun, nëse u ktheu namazit, fale namazin, Allah ka me të zgjedh të me punë. Edhe alhamdulillah, Allah mi ka zgjedh punë. Vërtet ma ka mërë djalin, po ma ka ndryshu jetën tem. Tash jam mirë, jam 5 kohë namazli, nuk i pëngoj kërkujna, nuk e nguzi kërkonë, se kam kërkuj nati, mos u nguz kërkush. Alhamdulillah jam musliman që ja du të mirë çdo kuj, jo veç muslimonit, por dhe katolikët që e kam kushi. Allah i trujt. Se po na ngusin Allah, sa si bëjmë kërkuj. Allah i trujt. Lën të përgjigjem, të lutem se kemi edhe pyetje tjera. Po, nasta po kesh emocionu. Allah i trujt, s'është problem. Allah i shpërblet. Selam aleikum, faleminderit shumë për telefonatën. Allah i rujt, ja Rabbi, Allah i shpërblet. Vërtet është kënaqësi e madhe kur njeriu dëgjon në zërin e pozitivitetit pas një negativiteti kaq madh, kur njeriu ka mri deri në pragun e vdekjes dhe të litarit. Dhe tashmë falenderojnë Allahun që është në rrugën e drejtë. Allahu do shëndet vëlla, Allahu të ruaj dinën e imanin inshallah. E Allahu të bashkoft me fëmijën tanë në xhenet, se fëmia edhe ashtu në xhenet shkojnë, se ata nuk kanë kur farfaj, fajin e vujtjeve dhe fukarallahut dhe vdekjes pa buk tyne kanë me bajt udhëhecit tan. Udhëhecit tan kanë me bajt. Ktu po ta garantoj prej këtushit. Këtu janë mësimet e Allahut dhe këtu janë mësimet e Islamit, secili le ta din këtë përgjegjësi për veten e vet, para se më u fut mënyrës për të shkuar atje. Unë nuk kam fjalë kritike për askë, por unë po të them edhe një diçka, ti dhe unë dhe secilin këtë shoqëri ka rol dhe ka mision. Nëse ti ke votuar që dikur shkoj atje dhe tashmë si përgjigjet popullit, ti dhe unë dhe ai tjetri duhet punojmë që ata të zbresim nga atje. Dhe tu themi ky është populli. Populli ju ka votuar, populli ju dënon. Në mënyrën demokratike, në mënyrën më të mirë të mundur, në mënyrën e mundshme tashmë është domethënë mundësia që dalësh të japësh mendimin tënd, të japësh votën tënde dhe atë të cilën ti e pëlqen mund ta votosh dhe ta çosh lart, dhe ai i cili din të sillet e mban atë. Ai i cili nuk din, ai ulet poshtë, sepse nuk ja vlen që të mbaj. Nuk ja vjen të mbaj domethënë atë që është dhënë, sepse kjo është fundit kjo është një bestikri, një emanet. Plot gojën emanet e kanë njerëzit tan, por askush nuk punon krahas emanetit të cilën e ka marrë për syper. Mua po vjen keq domethënë për situatën tënde dhe po shpresoj që marrim sim të tjerët. Unë nuk mund të them se është shaj e kiametit, se na jena veç 2 milion Kosovë dhe për 2 milion se bën Zoti kiametin, se na jena pak, por megjithatë si pak që jena na jena mjaft dhe na jena shumë për të thonë stop dhunës dhe provokimeve që bëhen ndaj neve. Kështu që nuk ka asnjëri në botë pa gabime. Nëse nalmi dhe i studiojmë të gjithë njerëzit që flasin publik dhe shikojmë çfarë gabimesh kanë bën, jam shumë i bindur se do të jenë më shumë se gabimet e hoxhallarëve, më shumë se gabimet e atij, më shumë se gabimet e atij. Veç një njeri zgabon.
ai i cili s'punon kurrë, që rrin edhe hesht, edhe rrin te shtëpia s'flet kurrë, edhe si ashtu kur shtëpia hajrin, ai bën gabimin më të madh që s'punon, ama gabim publik nuk bën se ai s'flet. Kur s'flet, s'ka qysh me gabu, kur s'merr kurrë iniciative, ai s'ka qysh me gabu në kuptimin e fjalorit, po ai gabon që s'bën kurrë gjë për këtë popull, ai prap gabimin më të madh e ka bë. Për këtë arsye domethënë gabime bëjnë krejt njerëzit, se njerëz janë dhe Allahu i ka kriju njerëzit për me bë gabime dhe Allahu na i fal inshallah, por nuk duhet me shfrytzu dhe me keq përdor gabimin e dikujt për qëllime dhe synime jo të mira, në veçantë domethënë për të shkaktuar të llovinë masa dhe në popull. Allahu i ruaj gjithëve inshallah. Sa duket vjen dëgjuesi i radhës. Alo. Selamu alaikum. Aleikum selam, urdhrani. Ju përshëndet, vëllau Rimi nga Prizreni. Faleminderit tani juve. Po ta një këshill nga hoxha i nderuar. Po. Siç e pa sa dhe para foltë pak se jam i emocionuar. Pse po luajnë këta deputet me popullin e Kosovës? Çka po e bën Islami tyve? Allah i ruaj emocionet, Allah se duan me ruajt emocionet. Vëllau unë jam i verbër. Allah i ndihmoft. Nuk jam i merakosur aq shumë për shëndetin tem, sa jam i merakosur për hallin, gjendjen e popullit tonë. Allah i ruaj, Allah i ruaj. Pse votën ja kemi dhënë? Pse Islamin të paraqesin aq shumë të keq? Nuk e di pse. Allah i ruaj, Allah i ruaj. Edhe për këtë ka përgjigje. Na jepni një këshill. Allah i ruaj. Sidomos unë kam nevojë për këshillat e juaja edhe gjithë xhallarë nderuam. Allah ju ruaj juve, Allah ju forcoft, Allah ju ruaj pasardhësit e ju deri në ditë kiametit. Amin. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Allah i shpërblet vllai nderuar, por derisa ti tregon se je i sprovuar prej Allahut fuqiplot me çështjen e të pamurit, dije vllai nderuar se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë kujt Allahut ja merr të pamrin këtë dynjë do t'ja zaventsoj, do t'ja kompenzojnë botën tjetër. Inshallah Allahu të bën të mundur me hyrë në xhenet dhe me pa Allahun. Çështjen e parë që kemi pa inshallah Allahu ta bën të mundur me pa Zotin fuqiplot, sepse kënaqësia më e madhe xhenetlive është kur arrin ta shohin Allahun fuqiplot. Atje syt nuk do të jenë se në këtë dynjë mos i lot, por megjithatë mos më hyn shumë këtë temë. I kuptoj emocionet tua, i kuptoj emocionet e 96% muslimanëve në Kosovë, i kuptoj emocionet edhe atyre që janë muslimanë që kanë tentuar ta mbrojnë muslimanë këtë rast se kanë pasur po ju bëhet padrejtësi. Unë nuk nga kënd veshtrimi jam nuk e shoh që është çështje deputetëve shumë edhe këtyre problemi kryesor që ndron te mediat, të cilat e kanë keq përdor rolin e tyre, sepse roli i mediave është edukues, nuk është roli i mediave për minzo ping njerëzit edhe minzo gabime dhe pastaj me bë probleme. Por sido që të jetë, pastaj çështjet vinë dhe smadhohen kur ndodhin domethënë të lashet, vinë dhe smadhohen dal nga dal. Kështu që Allahu azza wa jalla ndihmoft kjo punë edhe veç kjo punë domethënë veç edhe është përmirësua. Në të kuptimin tashme veç ka kalu vala se u pa që s'mujnë me bëj çfarë dome ku me di sa shumë dome, por megjithatë ka njerëz të papërgjithshëm gjithkund dhe njerëzit ndahen dy grupe, mbaj mend këtë, të ndërgjegjshëm dhe të pandërgjegjshëm, pavarësisht shkallës së edukimit, shkallës së sa janë pozitën që mbajnë atjetën dhe këtë tjetrën. Ka njerëz që kanë ndërgjegje të zgjuar dhe dinë se ky popull i ka ngritë dhe i ka çuar në vend caktuar, dhe ka prej tyre që këtë nuk e kuptojnë dhe domethënë nuk e kuptojnë dhe nuk ja din vlerën. Për këtë arsye duhet me ruajt gjithmonë emocionet, sepse emocionet kanë vend të caktuar, jo gjithsesi duhet të shprehim emocione, por megjithatë domethënë ka njerëz të cilët po shifet për fush, më gjërat kanë dalë haptazi, po shifen, po i kupton ai që është i shkolluar dhe ai që s'është i shkolluar, ai që sheh dhe ai që nuk sheh, ai që lexon dhe ai që s'lexon, po e sheh se keqpërdorimet kanë mri kulmin. Dhe në këtë mënyrë nuk vazhdohet, nuk ecet tutje, bosulla ka humbur. Nëse nuk e gjejmë një zgjidhje për orientim me gjithë bosullën, atëherë keq do ta psojmë të gjithë. Por megjithatë, si njëri verbër që jeti, domethënë dhe i dëgjon gjërat të cilat nganjëherë dhe stërmadhohen kanë dhe pa kanë, mos u bën marak se Allahu fuqiplot e ka garantuar këtë din. Dhe alhamdulillah se ti je uzuar dhe mos u bën shumë marak, mos i merr gjërat nga zemra, sepse askush nuk mundet mi bë dëm askujt pa thënë Allahu fuqiplot. Dhe neve edhe pse janë munduar me na bë dëm, mediat, në veçantë mediat, disa prej mediave mos tam krejt, disa prej mediave që dihet synimi i tyre fatkeqësisht edhe pse kësaj radhe e ka kap domethënë edhe mediat publike për fatkeq që i paguajmë unë edhe ti, se ato taksapagues ne jemi dhe ato domethënë kundër taksapaguesve vet në një farë forme, por disa domethënë kanë synim të veçantë që një kategori të njerëzve dhe një kategori të muslimanëve domethënë ti degradojnë më të madhe, por megjithatë nuk ja kanë arritur sepse reagimet e juaja, populli kur po flet me neve, ne po kuptojmë se populli është me ne.
pavarësisht gabimeve që mund t'i bëjmë, sepse unë jam njeri sikurse çdo njeri tjetër. Hoxhallarët janë njerëz dhe gabojnë sikur çdo njeri tjetër. Ai i cili punon, ai dhe gabon. Ai i cili s'bën kur gjë, ai bën gabimin më të madh, por nuk gabon publik. E thash pak më herët. Për këtë arsye, domethënë, kur po i shohim feedbacks, reagimet e juaja, mbështetjen që po na jepni ju si masë nderuar, njerëzit e verbërt, njerëzit e smur, njerëzit paralitarit, na japin neve kurajo që ne akoma të vazhdojmë rrugën e hajrit dhe të themi o njerëz, kjo është rruga e drejtë. Kjo është rruga e Allahut fuqiplot. Nëse doni urnoni ndiqni. Nëse nuk doni, lëna neve, lëna çështjet tona, merrnu me çështjet e juaja. Mos na pengoni neve problemin ton. Neve s'ju pengojmë juve. Ne s'po merremi me juve, ju po merrni me neve. Ndal, stop. S'po merremi asnjë raport me palën tjetër, ne po mundohemi me qëndru me popullin atu ku jemi dhe kështu dal ngadalë sepse të gjithë xhallarët siç e din ti, ndëgjuesi nderuar ti që pyetja i fundit dhe të tjerët, xhallarët janë pjesë e popullit dhe ata mbahen dhe paguhen nga populli. Askush nuk kujdeset për ta, përderisa të tjerët marrin paga të dy fishta nga shteti jon dhe nga shteti fqinj armik. Dy paga i marrin, të dy fishta, neve i paguajmë, taksa paguesit e Kosovës i paguajnë ata njerëz dhe qeveria e shtetit që i don, domethënë që pretendon se i don, prapë i paguan, ata domethënë janë të favorizuar, e kanë çështën fetare në shkollat e tyre, mësojnë sipas programit të një shteti tjetër, jo shtetit ton, dhe paguan nga shteti jon dhe paguan nga shteti i tyre të cilën e pretendojnë si am. Ndërsa neve kemi mbet paksa jetim, por faji është pak a shumë tek ne, sepse ne s'po organizohemi dhe se vota është në dorën tënde edhe pse je verbet. Ti ke një votë, ti ke një rol, secili qytetar në këtë vend ka një rol dhe le ta shfrytëzon rolin e tij për të mirë, le ta shfrytëzon rolin e tij për atë që e don ai dhe jo që e dojnë të tjerët. Deputetët, nëse më lejohet të flas, fjala deputy do të thonë zëvendës. 120 karriga i ka Parlamenti i Kosovës, nuk i nxen 2 milion kosovar. Veç 120 veti zën më ul, bile 20 i ka të rezervuar, veç 120. Dhe ato 100 duhet mi zgjidh popullin 100 përfaqësues për mi qua atje, për me fol për popullin, jo me fol çka ti teket atij dhe asaj në kokë. Neve si kemi qua ata me fol në emër të atyre, po në emër ton. Mi përfaqësu interesat e këtij vendi. Ti si i verbet, unë si që shoh, ai tjetri, ky tjetri, secili prej nesh kemi votuar për të na përfaqësuar neve. Interesin e popullit, për me fol me zërin e popullit në kuvendin e popullit. Ndërsa ata shkojnë flasin me zërin, mos ta me fjalë pak më tashpra, me idetë e tyre, me sorrollatit e tyre, me mendimet personale që i kanë kundër asaj vlere, quajnë një sistem vlerash këtu edhe atë, por ja kjo është gjendja aktuale, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit, derisa ai popull ta ndryshojë vetveten. Prandaj është koha për ndryshime pozitive. Është koha që secili ta kuptojë se ku e ka kufirin. Është koha që secili ta di se deri diku ka kompetenca dhe diku populli vendos mbi gjithë kë, sepse ky është sistemi me cilin punojmë. Demokraci, populli është ai i cili sundon. Fjala demokraci kështu do të thonë se kuptojnë ne. Populli sundon, populli i gjen përfaqësuesit e vet, nëse ata nuk punojnë për interesin e popullit, ai ndron. Dhe populli është ai i cili e menaxhon dhe udhëheq vetveten përmes përfaqësuesve të vet. Kështu thon rregullat e demokracisë që ne nuk i kemi kuptuar ose i kemi kuptuar por po na bën më mirë personalisht për interesa personale që të ndjekim këto ose ato politikë të caktuar. Njerëzit janë të përgjumosur kur të vdesin u del xhumi. Kështu është një thënie dhe më thon filozofike, kështu që njerëzit shumë herë, jo nga një herë, por shumë herë mashtrohen pas jetës së kësaj botës, mashtrohen pas mirave që i kanë, mashtrohen pas posteve që i kanë dhe mendojnë se kjo do zgjat përgjithmonë dhe pastaj kur t'ju merren ato të mira, atëherë e kuptojnë se ku pas ka qenë të lashja dhe probleme. Për këtë arsye ti dhe secili qytetar i këtij vendi që ka përgjegjësi ndaj këtij vendi, ka përgjegjësi dhe ka një rol. Luaje rolin tënd pozitiv për të mirën e shoqërisë dhe lutë Zotin fuqiplot që kësaj shoqërie vetëm hajër dhe mirë t'i sjell dhe inshallah Zoti na shpëton prej belave dhe sprovave. Faleminderit shumë se ndoshta u zgjat tepër kjo pyetje. Nuk e di a kemi dëgjues për momentin. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po, urdhra. E desha më inkuadru një dy pyetje hoxha për shoqërisë. Po, urdhra. Po, urdhra. Jeni direkt, ne po ju dëgjojmë veç për ashtro pyetjen. Po, transmeton pra. Bregu. Faleminderit. Alo, mirëmbrëma. Po jeni direkt, urdhra. Emin hoxh, drejton. Disa me bot një dy pyetje, dha diçka për rreth historisë, rreth Koranit, rreth. Urdhani. Paspori duhet ta bëj. A ke studiuar për Koran detajisht këtu? Po, kam studiuar, no. Po. Edhe vetëm lexo, domethënë periudhën e Koranit, që ta din krejt vota, edhe ti pse në Kur'an janë përdor vetëm kultura arabe, emra arab, principe arabe, veshje arabe,
edhe s'ka ku të bëj kur gjë me botën tjetër. Vetëm Muhameti që ka sundun që ato vite, ka mbledhë, me shoqëritë vete ka përfiluar për sipas studimeve të mia. Aty s'ka të bëj me onën civilizimit perëndimor, as me Kinën, as me Indin, as me Amerikën Jugore. So duhet me sqaruar një herë për gjithmonë. Kemi një pyetje tjetër? Ka pedritoni shoqërinë kosovare, djem të ri të quna për xhamia të e përzi gjuhën. Gjuhën, kur e kom njën në rrugë të thonë gjuhën selam aleikum, fëmija vogël. Me rëmëmen, fëmija vogël të fitu shoqërinë me islam. A ke pyetje, a ke koment, falë, se po ti. Të degradu shoqërinë tonë. A është këtë dom, a është asimile me vendit tonë. Pyetjet lutem. Po. Edhe besimin nuk është vetëm islami, se pyetjen e marr. Unë kom studiu, pyetjen e parë kuptova, pyetjen e dytë. Unë kom studiu. Po, tash po merres me islamofobi, kronaj prendimit. Prendimi ka rregullu këto se po fol një globalizmi. Unë jetoj në Britani, se 14 vite. E unë një shoqërinë këto britaneze, amerikane. Këta kanë arritur më shkon hon muslimonizmi Kosova. Pyetjen lutem, pyetjen. Kanë met na për me halo, kanë met me lufta, me të rrosh shoqëritë atje për leshje, na për Afrikën, na për. A keni pyetje konkrete? Jep diçka ma kjo, çto dy pyetje, ku po shkon me çit fare islamofobin që besuti pe fyn. So kjo fyje pe fyn shoqërinë, civilizimin, krishterën. Me sa duket nuk na pas ke dëgju prej fillimit. Me që ta klerik hoxhallar që pi fyn motra tona, që pi thon. Këtu desh të dalsh. Mirë. Ne pas kulturën tonë, dhe fen tonë. Mirë, faleminderit se e kuptu. Me shpjegime për koronën, se ka përdorur Muhameti veç fjalë veta, gjuhë veta. Mirë, patjetër se do ta merrni përgjigjen. Patjetër se do ta merr. Si, bravo. Ai kon edhe kur I martu me 12 gra, gruaja e 12 Mirë, këto I dojnë me ditë për asnjë fjalë. A ka mundësi të na lironi linjen? Dëgjoj, a ka mundësi të na lironi linjen natën e mirë dhe nuk ka nevojë ndoshta për aq shumë lef sepse ne do të përgjigjemi patjetër inshallah sepse nuk ka kurrë diçka që s'po për me u përgjigj dhe inshallah do ta merrni përgjigjen. Atëherë Ju faleminderit për emocionet e juaja kolegi, bashkëqytetari imi, vllai jam I shqiptar, nuk e di cilit besimi takon, mua më intereson funit është që ti ke më dal para Zotit, jo unë, për çështjen tënde, po më unë dal për besimin tim, jo për tënden. Kështu që faleminderit edhe për mlefën edhe për emocionet, nuk e kam problem. Muhamedi alayhis salam s'ka kopju pe kërkujna se Muhamedi alayhis salam nuk ka ditë me shkruar dhe me lexu. Lexoj enciklopedinë britanike edhe gjon ku shkon Muhamedi alayhis salam, unë po të las me English and international references. Po të las me referenca masi që në anglisht, më fal që kërkoj falje për pjesës tjetër të popullit që u dash me u shpreh në anglisht, por po të las domethënë me referenca dhe burime ndërkombëtare dhe angleze, domethënë jo muslimanë që vlasin për islamin, e mos vlasim tani për muslimanët. Muhamedi alayhis salam nuk e ka kopju Kur'anin prej askujt sepse s'ka mundësi me kopju Kur'anin. Kjo sfidë është edhe sot e hapur deri në ditën e Kiametit. Nëse dikush mendon thot Allahu që plot Kur'an se ky Kur'an nuk është prej Zotit, le të bjeni diçka të ngjashme me ta urdhani shkruani, s'ka problem. Na nuk lodh me hiç musliman s'kena emocionin këtë pikë hiç bile. Dash me ditë. Pse është fol domethënë për kulturën arabe është shumë normale. Ti Joshua dhe Joshua që e ki në Bibel edhe Daniel që e ki sot në Angli, ata këtë janë emra qifot, ata janë lindjes mesme, grejt janë jahudi, ta lidhje me anglez nuk kanë, lidhje me anglo-sankson nuk kanë, Danieli kur së konë anglo-sankson, as Joshua, ata janë krejt edhe Jezusi, edhe që ato konë lindjen e mesme, Palestinë ka jetu, dhe me thonë, as 1200 metra vi ajrore nuk janë dërmjet Mekës dhe Jerusalemet. Kështu që fet, në përgjithësi fet monoteiste, krishterizmi, hebraizmi dhe islami, origjinën e kanë në lindjen e mesme, që quhet pe anglisht lindja e mesme. Ti domon që jeton në Angli mos u abet për këtë çështje. Unë kam studiu Kur'anin, po këto çka ke studiu ti, thoj zak, këto që ke studiu, unë se komunik kur. Se kjo është veç kultura arabe dhe këndej unë thash më herët në emision, nëse i kanë duke përcjell, se veç Indonezia, veç vetun ka më shumë musliman, banor musliman se krejt arabt. Mbaj mend këto. Vetëm Indonezia ka më shumë musliman, banor musliman se krejt arabt mi bu bashk. Dhe se arabt në fillim të emisionit të thash, nëse më ke dëgju, arabt përbejnë vetëm 20% të muslimanëve të botës. Arabt janë parafërsisht 280 milion, hajde 300 milion banor, musliman në botë janë 1 miliard e 600 milion banor. Këto statistika mund është me gjetë edhe në Angli, mund është me gjetë edhe në Kombet e Bashkuara në Amerikë edhe, domethënë janë statistika të hapura për të gjithë, s'ka çka mu i dhnu për kësaj pune. 1/4 e botës janë musliman, çdo i 5 banor I tokës është musliman dhe çdo I 6 është hindu. Këto janë statistikat e Kombeve të Bashkuara, këtu s'ka mu i dhnu edhe ti.
Sikurse tani religioni domethënë më i madh është krishterizmi në botë, domethënë i pari nëse bëhen bashk. Nëse bëhen ortodokse, katolike, protestante, krejt nëse i bëjnë bashk, deri krishterizmi më i madh në botë për nga numri i besimtarëve. Nëse i dojna, na del muslimant. Nëse i dojna, këto janë statistikat Kombeve të Bashkuara, as sikum bë, as kam dorë, as kam të drejtë mi kesh për dorë, këto janë çështo, domethënë s'ke nevojë më i dhnu. Nuk ka kulturë arabe këtu, kultura muslimane nuk është kulturë arabe. Se arab nuk janë bulu, te arab të kanë prostitucioni sikurse të na në vende të tjera për fush u kanë, hala ma dallëse na janë kanë, para se marr Muhamedi alayhis salam shjala. Ka pas probleme, ka pas llavërasje, ka pas telashe, kështu na mëson edhe historia, edhe historia që mëson ju atje në Angli, njëjtë na mëson se historia nuk ndryshohet për çefin e njerëzve. Dhe kur ardh Muhamedi alayhis salam, për 23 vite si pejgamber ka dal tu mundu për të mirë tu i kthy njerëzit në xhamin, atjetrin, kitjetrin ka ndërtuar xhamin dhe ka vendosur njerëzit në rregull për mos sjell mirë, me bë mirë, ku ta diun çka. Sa i përket islamofobisë, nderuami vëlla dhe pyet nderuam, nuk e di a ke dëgjuar emisionin, unë e shpjegova fjala islamofobi ka dy shprehje, islamo, që do të thotë islam, feja, fobia do të thonë fear, frikë, në anglisht i thuhet fear without reason. Do të thonë frikë pa arsye, frikë pa do të thonë pa ndonjë mbështetje, pa ndonjë fakt. Veç tutesh që është as vetë se din me kallzu. Pse po tutesh s'di? A din çuçi bën kjo? Kjo i bën sikur ata njerëzit që kanë fobi që tuten behijes vet kur të ecin natën. Qa ka zdi vëlla veç tutet diçka po mjek për mas, po s'po të një kurgjë për burr që na ton po kshyrëm s'ka kurgjë. Jo, ai e ka fobin me vete. Qështu e kanë disa njerëz fobin për musliman mhan kjo, po jo vëllai jam, edhe unë jam njëri si ti. Kërkan se kum hongër desa, kërkan se kum vrarë, kërkan se kum myt, asnjët nuk e kam belesh mos u bën marak. Njerëz jam si unë si ti. Nuk kanë far problemi. Njerëz janë krejt muslimanë të botës janë njerëz. Çka bojnë mediat, çka bojnë politikat e botës, është as koha as vani këtu me sharru sonte se zgaten, por problemi në krim që bën një njeri duhet mu trajtu çaj njeri. Jo komplet një civilizim. Kush do qoftë ai, cili do fej koft, cili do pjesë botës koft. Për këtë arsye domethënë unë shpjegova mirë islamofobin, mundova me referenca të Oxfordit me folë, mundova me referenca të atjeshit, sepse ata kanë ecë përpara, është e vërtetë, ana nuk e mohojnë këtë punë që kanë ecë. Po edhe na të ecëm çush kanë ecë ata. Ata sot, ti vetë jeton në Angli, ata vetë sot domethënë janë të bë fushat awareness campaign, fushat vetëdijsimi kundër islamofobisë, se po na shkakton probleme në shoqëri. Se njerëzit duhet me kon bashkë, me jetu në paqe, me jetu në harmoni, me jetu si njerëz njëri me tjetrin. Vetë njëjtën po e thamë dhone. Pse kena nevojë na me urrejt njëri tjetrin kur mujna me fal, mujna me dash, mujna me respektu. Ti ki bindjen tane, unë temen, ti udhën tane, unë temen. U kri puna kaq, a mujna me jetu mirë? Mirë mujna me jetu. Ti musliman, unë musliman mirë. Ti jo musliman, unë musliman mirë. Ai tjetri jo musliman, ti jo musliman mirë. Njerëzit mujnë me jetu pavarësisht çfarë feje dhe çfarë besimi, dhe feja jon kështu na tret. Na kena jetu këtu, edhe të sundumi na kanë, na kanë sundum për një kohë shumë gjatë, edhe kena jetu pa probleme me vetë, domethënë aspektin e çështjes vetare, sepse feja jo nuk na thot mi bokes tjetrit vetë pse sikur na. Ja, atë të tjerë po mundohen me na bokes vetë pse na s'po mendojnë as sikur ata. O ti zotni, unë kam kryt tem, unë mendoj me kryt temën, çysh ma mërmendja dhe di unë. Ti e ki kokën tënde, ti e ki shkollimin tënd, ti mendon çysh ta mërmendja ty. Nëse don me dal me diskutu çështje debat, hajde urna, nëse nuk don, rritin tonë në temë, gjithçka është fantazi dhe për marak. Për këtë arsye nuk ka nevojë, po them edhe një herë, emisioni jon, mesazhi jon, jeta jon, gjithçka janë për hatër të Allahut për të mirën e njerëzimit. Unë nuk guxoj me marr përgjegjësi me fol kundër njerëzimit, se s'ma ka dhënë kërkush këtë drejt mua. Unë po mundohem se bashku me juve, se bashku me njerëzit, se bashku me popullin që njerëzit i orientojmë drejt. Kjo është e vërteta. Kujna i dhem, kush e don e nje, kush se don ja kthen shpinën. Nuk ka kur far probleme, kërkujt si ja kanë shtit thojt fyt, o çështu o hiç. Por edhe nuk pranojna kërkosh me na shtit thojt fyt dhe më thon o çështojna na, ose s'ka ndryshe, ja. As ka imponim, pas nuk pranojna imponime, se s'ka nevojë, se na jena njerëz që mirë me vesh me fjalë edhe me mirë kuptim, e jo me imponim, sepse imponimi dhe dhuna nuk sillen tjetër vetëm se imponim dhe dhuna dhe më të madhe se ajo që është përdorur. Për këtë arsye domethën Islami nga vetë origjina e tij na për fjalën selim në arabisht do të thon paq, peace, që do të thon paq, që do të thon rahati dhe harmoni, nuk na lejon neve me mbjell urrëtitje në mesin e të tjerëve. Keqpërdorimet gjithmonë janë pjesë e shoqërisë. Edhe janë veçanërisht këtu në Kosovë që kanë me në Kali, që po thotë, në Kali s'kan me vllai dashur, hajde këshyrim Mercedesat më të mirë i kim Prishtinë se në Londër. Në Kali s'kan me. Po a kena ecë, ai na zhvilluar si shtet, nuk kena zhvilluar individualisht, vallahi ka Mercedesa në Prishtinë që ti habitesh në Londër atje që 27 vjet s'ke mujt më bë.
Domethënë këtu nuk ka që s'ka, që është fukarallak që po mendon ti krejt ashtu. Një pjesë e popullit, më të vërtet janë më keq, më katastrofë se katastrofa. Po një pjesë e popullit nuk ja din shoqërinë Zotit se vallahi më mirë kërkon dynjë nuk e kanë, po nuk po dinë janë habiti ka mashtru dynjaja dhe për këtë arsye ata po mendojnë që krejt duhet të mendojnë kështu. Dhe normal që nuk mundin me mendu krejt njerëzit se njerëzit i ka falë Allahu fuqi plot ndryshe, secili me kapacitete dhe mundësi të ndryshme. Për këtë arsye misioni jonë është mision i paqes. Islami është fe e paqes, neve jemi njerëz të paqes, por problemi që nuk jemi çuçan tani pse na jena njerëz të paqes, na tash me duru tani me na boneva. Jo bre, na kena drejta që duhen mi realizuar në mënyrën demokratike, çush na i garanton shteti jonë, na kena drejta, na jena njerëz dhe jemi pjesë e këtij populli, pjesë e kësaj shoqërie. Dhe në këtë mënyrë po mundohemi edhe na me realizu drejtat tonë me thon, hey, përderisa on mas zotni si musliman po ndihna në Londër, në Washington, se sa në Prishtinë pse? Pse mor burru në këtu janë vendin tem, atje janë vendin e huaj, atje më trajtojnë si zotni, ku dush, e ki prej në rrumë në aeroport, e ki mu fal ku dush në aeroport, në rrugë, qytet, si në të kërkujt. Tena midis Prishtinës me të bëtu po dikush në qytet të fal ku qa bo kiameti. Dhe 5-6 vjet mbrapa këtë janë fal në për qytet, nuk u bën nomizi. Këtë ples me kapuçat bardh 60 vjet mbrapa me kthy, ku e kanë zon koha namazit dush fal. Si na që kena pik pe hanës. Po ja që keq kuptimet ndodhen, njerëzit domethënë bojnë keq kuptime, harrojnë disa pjesë të historisë dhe mundohen gjana dhe më thonë me interpretu si mbas një vije që ata kanë pot veten. Për këtë arsye dhe më thonë, nuk është Kurani definitivisht, nuk është Kurani vetëm kultura arabe, absolutisht jo, përkundrazi Kurani ka ndryshu kulturën arabe, e ka përmirësu kulturën arabe, dhe pse flitet sot në arabisht, edhe në religionet tjera, flitet dhe më thonë ose në gjuhën hebreje, kur dojnë mi u referu ti Biblës në original, vetë ata zotnit Londër që jeton, kur dojnë mi u kthy Biblës në original, i kthehen hebraisht. Edhe ortodoks kur duhen mi u kthy Biblës në origjinal i kthehen në greqisht. E na kemi Kuranin në shqip për ata që nuk e dinë origjinalin, po përderisa unë e di origjinalin, një tekst që më lexoj në origjinal në anglisht, pse do të më lexoj për kthimin e dikujt na? S'kam nevojë, derisa e njoh mirë në gjuhën angleze dhe më një deklaratë për shtyp një diçka me lexu vetë dhe me kuptu vetë, pse do të më marrun kuptimin që ma ka dhënë një person i dytë, sa gjatë përkthimit ja ka dhënë një kuptim që ka kuptu ai. Dhe unë s'kam nevojë më u kthy për kthimet unë që e njoh domethënë gjuhën origjinale, përderisa e kthejna originalet. S'po du më nënçmu runa zot, më nënçmu askant, por secili le të din fijat e veta, kufit e vet, që kjo mënyra që mendoj unë, le mu me parimet e mia. Çaj është mënyra që mendon ti, vazhdo ti me parimet e tua dhe na prap mujna me mbet meç, pse mu bën armeç? Krejt bota sot po sundon çysh me mujt mu bë meç, çysh me mujt me bë aleanca. Na e na çu peshë po mundomi me maru armeç pakon. Pa ekzistu hiç kjo kështu, ajo kështu, hutim popull dhe popullet të jetë të këshyr nuk po di çau ka ndodh. Pse po ndodh kjo? A e sheh reagimet e masës ti sipas ke dëgjuar për fillimin e misionit. I verbet njëri me të dy sytë, pse bre burr, pse po ma lëndon zemrën? O ti zotni, çat kumbo që po ma thën zemrën mua. Pse po ma thën zemrën? S'kum po kur gjon jam I verbat atje ku e diun në fund Kosovës. Le njëri me fukarallahun e vet. Tjetri u kon tu myt në kanap ti se dëgjova më herë ti I fundit që po pyet. Se dëgjova kon ty mit kanap dhe që kjo fe ka shpëtuar njërin sot. Dhe thotë elhamdulillah që jam gjallë hala se isha më isha shkuta isha bodhe. Dhe problemi ti prapë më thu gabim mua. Hey, Kurani ka thonë, nëse shpëton jetën e një njerit, konsiderohet sikurse me shpëtu krejt njerëzimin. Dhe nëse e bosh shkaktar për me myt një njeri, gjynojnë iki barabar si më pas bosh shkaktar krejt njerëzit me myt. Ç'ky parimi me cilën flet feja jon. Dhe për këtë arsye ne po mundohemi me shpëtu njerëzimin. Në mënyrën që po dimë dhe na bojnë gabime se jena njerëz, po ndihmona ana krahën e përkrahna e ndihmona çysh mos me po gabime. E jo më na kesh përdor gabimet tona për me na deklasu dhe me na dejnë e grup para popullit ton, sepse nuk jemi të huajt. Dhe për këtë arsye nderuar dhe më thon pyet, vllai nderuam, mirëkuptimi, toleranca, paqja, kur na kuptojmë një tjetrin dhe respektojmë një tjetrin çon veç përpara. Ama nëse ndodhe kundërta, absolutisht nuk përfitojmë kurrë. Për sa arsye domethënë prej lojnave, prej turbulencave, prej problemeve, prej urrëtieve, jemi lodh se është lodh ky popull, është stër ngarkuar, ju ka bë tepër këtij popullit fukara, kështu që mos I shesun men popullet e më fol me ato që se merr vesh, po të lëshomi në nivelin e popullit I thojmë njerëz jeni njerëz të tonë, jemi për juve, hajde të bëjmë një zgjidhje të mirë dhe inshallah Zoti na ndihmon e ecim gjithmonë përpara. Ju falenderoj shumë për vëmendjen gjithëve ku jeni. Allah ju shpërblet gjithëve. Assalamu alaikum. Megjithëse po thosemi krejt në fund veç edhe një pyetje që e ka dërguar një dëgjues nëpërmjet SMS-it, le të jetë edhe kjo pyetja e fundit për sonte. E atëherë thotë hoxha un kam rastin që qëndroj edhe të ri me njerëz të cilët e shajnë, e ofendojnë, thotë hoxhallar të ndryshëm, e shajnë, ofendojnë Islamin, xhamit, e në këto raste thotë si është më së miri me ju kundërvy këtyre njerëzve. Allah I shpërblet. Pyetja e rëndësishme. Është shumë e vërtetë, përderisa sot moshamja ose ofendimi domethënë ka dalë
Po mendoj përgjithësimet e rasteve, kur një rast ndodh më lot më përgjithësu komplet komuniteti për fat keq ka dalë në publik dhe mu më duket, Allahu e di më së miri, unë nuk jam ndonjë analist komedisë ai madh, po më duket është që qëllimshme tentative dikujt është që të bëj këtë. Neve me Kur'an jemi të porositur në vllajën deruma si po pyet, që në vendet ku shohat Zoti, vendet ku shohat pejgamberi i Zotit, shohan xhamit, shohat dini, ose duhet me ndru temën, ose duhet më çuhet dhe më lshu vendin. Në një debat, në një diskutim, në një odë, në një vend, ku doj, si është, çfarë do nivele që diskutojnë njerëzit, se njerëzit janë nivele ndryshme, unë më kono edhe pa nivel hiç, po ata diskutojnë prap. Nëse ato ka ofendime ndaj fesë, ndaj besimit, është e drejtë e garantuar me gjitha kushtetutat, me gjitha konventat e botës, mo come on. S'po shkon më kjo punë, tepër o jo. Kështu që në këto baza me fy njerin, baza religjioze është krimi më i madh. Në Amerikë është ligj hate crimes, është ligji i urrëties mbi baza fetare, i cili po që se ndodh diçka më njerëz, çon edhe i merr masat shtetërore që duhen këtë drejtim. Se nuk teprohet. Kështu nuk bëhet më, nuk bëhet tepër. Kështu që në këto raste, mënyra më e mirë reagimit është me të mirë, me të butë, mi thon, hey, çu kjo nuk ban. Unë çitu, ju çështu me vazhdu, nuk bëhet. Ose pendrojmë për të mirë se nuk është ashtu siç po mendon ti, njerëzit secili duhet më u folë në mënyrën, butësia është një çels që i hap gjitha dyert. Dhe duhet me konë njëri racional, duhet me konë njëri që logjikisht me i shpjegu gjanat. Me thonë, ma bre burr, çfarë po fiton ti pikë kësaj pune? Nëse ti shan edhe ofendon edhe krejt xhallar të krejt Kosovën, krejt Islam, krejt dinin, ti çka përfitove? Ti veç rrasën gjuna në haram deri në fyt, edhe kur jo kimë dhon përgjegjësi para Zotit, kimë vdekje edhe ti një ditë siguron edhe secili kimë u bodhej. Dhe kimë dhon përgjegjësi për këto fjalë, se këto mbeten shënim. Për arsye domethënë mënyra më e mirë është me debatu me të mirë. Me debatu në mënyrë logjike, me shembull dhe me thonë që hey, ti s'po përfiton për kësaj pune kur gjë heq, por ndryshe mu po më lëndon, se unë jam i anës të kundërt. Unë jam krejt ndryshe, unë mendoj krejt ndryshe dhe besoj krejt ndryshe. Tash ty mu çumit i shoh ato nacionalizma tu, ato figurat që që të vjen mërzia, do këtë mërzi po valla, ti s'po lejon hunën tonë me të prek, atëherë mos më prek edhe ti në hunën teme, se edhe mu më lëndon kur e prekit pjesën kënej. Mas mire pe gjë midisin pendrojmë temën. Flasim për veturat, flasim për motin, flasim për atmosferën, në Angli është rregull domethënë që takon njerëz të parë punë parë që është moti, sa ata me çdo gjëna se din me njërin e parë kur nifet për herë parë nuk e din ku më prek deri ku qëndron, kështu që nuk shohim me fol politikë edhe në fejë dhe mohabete të nxehta, po çysh është moti, çysh janë ushqimet, çysh janë jeta, çysh është kultura, ku e diun çka ka plot tema që jemi të përbashkët në to. Dhe fol temat përbashkëta, nëse prap vazhdojnë me ngolm janë më shumë dhe ata insistojnë ato të veten, atëherë për hir Zotit ti qohesh edhe lëshonat me xhles dhe arsyetohesh para Zotit që unë nuk kam najt një vend ku është bë krim, janë shkel gjitha konventat ndërkombëtare dhe janë fy njerëzit mbi baza fetare. Dhe unë kam shuat vend dhe kam dalë domethënë pas për aty vendit spaku nuk duhet të mbushem me gjunoha, sepse edhe ashtu gjunoha dhe probleme kemi mjaft. Allahu Azza wa Jalla na drejtov gjithëve, na i fal gjunohat dhe na bëf për njerëzve të mirë, të denjë, për të mirën e vendit, për të mirën e vatanit, për të mirën e vetvetes dhe familjes. Zoti fuqiplot na bashkojë inshallah gjithëve në vendin e merituar në xhenet. Allahu na bëf të mundur që sa më parë kur kalojmë andet, kalojmë në xhenetin e Allahut dhe të kënaqemi për gjithmonë. Wassalamu alaikum. Aleikum selam. Faleminderit shumë që ishte edhe sonte mysafir këtu në studion ton. E të nderuar dëgjues, kishte të rasta i përket këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen. Inshallah takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë mirëmbëjtje.